Personat që mbajnë vetura me targa të huaja në Kosovë nuk do të gjobiten nëse e tejkalojnë kufirin ligjor 3 mujor të qëndrimit në vend, siç parasheh ligji për automjetet. Shtetasit e huaj që qëndrojnë më gjatë në Kosovë nuk janë të obliguar të aplikojnë për leje qëndrimi brenda 72 orësh që nga hyrja, siç parashihet në ligjin për të huajt. Qeveria në detyrë ka vendosur që ta zgjasë fushatën informuese përsëri. Policia e as Ministria e Punëve të Brendshme nuk është përgjigjur në pyetjet e kohës lidhur me zbatimin e ligjit për automjetet, por në mbrëmje përmes një postimi në Facebook, për shtyrjen e afatit njoftoi zëvendës kryeministri në detyrë Besnik Beslimi. Nga dita e nesërme fillon zbatimi i ligjit për të huajt dhe ligjit për automjetet. Në fazën e parë të zbatimit, vizitorët që hyjnë në vendkalimet kufitare do të pajisen me material informues rreth procedurave dhe rregullave specifike, dhe kjo periudhë do të zgjasë deri më datën 15 mars. Beslimi ka njoftuar se pas mesit të marsit do të ketë zbatim të plot, tek paralajmëroi edhe integrim të sistemit arsimor e shëndetësor që aktualisht funksionon në sistem të Serbisë. Pas kësaj fillon zbatimi i plot i procedurave dhe rregullave që parashihen me ligjet e lartë përmendura. Qeveria e Republikës së Kosovës njofton se kjo periudhë e zbatimit afirmativ duhet të përdoret maksimalisht për të filluar me procesin e integrimit përmbajtësor të sistemit shëndetësor dhe atë të arsimit në gjithë territorin e vendit. Derisa në shumicën e qyteteve të Kosovës janë më të shpeshta targat e Shqipërisë dhe Maqedonisë, në komunat në veri të vendit targat të huaja më të shpeshta janë ato të Serbisë. Serbia dhe lista serbe kanë kundërshtuar zbatimin e këtyre ligjeve dhe i kanë shprehur brengat e tyre edhe të Bashkësia Ndërkombëtare. Herën e kaluar, qeveria e shtyu zbatimin e ligjit për të huaj dhe atij për automjetet nga nëntori deri më 15 janar.